të arrihet sa më shpejt një dialog mes palëve. Ky ka qenë mesazhi i ambasadorit hollandez në Tiranë për grevën e ish të burgosurve politik. Sipas diplomatit Martin Delabey, dialogu është e vetmja rrugë për gjetjen e zgjidhjes. I hope that soon there will be a good dialogue. Së shpejti duhet të ketë një dialog mes grevistëve dhe palës tjetër, që në këtë rast është qeveria. Shpresoj që të arrihet sa më shpejt një marrëveshje, sepse kjo situatë po zgjat vërtet shumë. Diplomati hollandez u bëri thirrje partive politike që të punojnë së bashku për të plotësuar kërkesat e lëna nga Komisioni Evropian, për të arritur më pas të anëtarësimi në Bashkimin Evropian. Well, it's really important that all political parties Të gjitha partitë politike duhet të ulen së bashku dhe të punojnë për të plotësuar ato kërkesa që Komisioni Evropian ka, për të siguruar marrjen e statusit kandidat. Është shumë e rëndësishme për Shqipërinë që të jetë vend antar i Bashkimit Evropian, por ka shumë për të bërë për të arritur deri aty. Këtu deklarata ambasadori hollandez i përi nga Korça, ku ishte i pranishëm në inaugurimin e një azili për të moshuarit, duke bashkuar kështu apelin e tij me ambasadorët e tjerë që kanë kërkuar dialog.